Këtu është horoskopi i hënë 20 tetor 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Mire jeta praktike. Liri e madhe lëvizjeje dhe sidomos nëse ka pasur një ndarje mund të korrigjohet mundësi. Demi. Ose nuk mund të gjesh dashurin ose këto ditë askush nuk mund t'ju jap paqe mendore. Në vendin e punës do të dëshironi të filloni projekte të reja, por jeni të lidhur me një angazhim që kërkon kohë. Binjaket. Duhet të pohoni arsyet tuaja, por përgatituni në kuadrin e punës dhe familjes për disa diskutime, shpenzime për hipoteka apo kredi që tani peshojnë më shumë. Gaforia. Ditë interesante me surpriza në mbrëmje. Inkurajoni bashkëpunime me qytete të tjera. Luani. Marrëdhëniet bashkëpunuese janë komplekse, sepse mund të lindin mosmarrëveshje me kolegët ose partnerët. Është e vërtet që ju jeni padyshim më të qëndrueshëm në gjykimet dhe emocionet tuaja, por sot dikush mund të ju zemërojë. Virgjeresha. Duhet të gjesh një ekuilibër, trupi është i raskapitur. Shmangni shumë diskutime. Peshorja. Do të arrini shumë, jeni më të përqendruar dhe brenda pak javësh mund të bëni një zgjedhje të gjerë. Takime interesante për dashuri. Akrepi. Kjo ditë duhet jetuar me kujdes, mes sot dhe nesër mund të takoni një njeri me të cilin nuk keni një ndjenjë të mirë. Në dashuri jeni acaruar, më mirë të prisni situata të reja, jo gjithçka është aq e lehtë sa duket. Por në fund do të fitoni. Shigjetari. Është një nga momentet më të rëndësishme, shumë varet nga ajo që keni vendosur në të kaluarën, megjithatë nuk mungojnë konfirmimet as të rinj me kohë të pjesshme, të motivuar dhe të favorizuar. Britsjapi. Nuk ka nevojë të ndërmerren veprime në lidhje me financat. Në këto momente jo gjithçka është e qartë ose duhet të bësh zgjedhje drastike për të ardhmen. Ujori. Ditë e rëndësishme, gjeni energji dhe dëshirë për të bërë. Lajme në dashuri, nëse keni pasur një mbyllje ose largim, le të fillojmë përsëri. Takime me fat. Peshqit. Nëse keni biznesin tuaj, mund të keni një kënaqësi të mirë sot. Në mosmarrëveshje do të bëni rrugën ngadalë dhe pa bërë shumë zhurmë, dhe ju do të fitoni gjithçka. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.